në të kalumen historike, po flasim për shekullin e 13, ka pas lidhje krushqiet, si që ishte edhe metodologjia e paqës edhe e bashkëpunimit në mesjet, në përmjet krushqive. Pra, mretnit banin krushqin janë me tjetë, jepshin vajzat, mershin nose nga, ose mershin dhandër nga. Edhe në këtë rast, për shembull, rasti ma i bujshëm është se nana e Gjergj Balshës, ka qenë e motra e prins Lazarit. Pra, dy sundimtar të Serbisë, të Rashkës, edhe të Shqipërisë, kanë qenë motër vëlla. Dhe Gjergj Balshaj, me gjithë lidhjen e gjakut genetike me serbët, prapë orientimin e tij, sidomos orientimin e kishës, e pati deri perëndimit. Pra, ekziston, por sot nuk ekziston më teknologjia, po themi, nërthojza e bashkëpunimit nëpërmjet krushqive.